Edhe njëherë, alhamdulillah, që i kemi fjallën Allahut Gjeleshanu, e lexojmë fjallën Allahut Gjeleshanu, e kuptojmë fjallën Allahut Gjeleshanu, dhe s'ka më mirë se sa formulimi i qartë që ja ka bo Allahu Gjeleshanu qëllimit të agjerimit. Allahu Gjeleshanu ka thonë në Kur'an, o ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjerimi ashtu siç ju është urdhëruar atyre që ishin para jush, që të jeni më të devotshëm, leallekum tettekun. Nëse shohim këtë ajet pa u thellu shumë në komentimin e tij, sepse dietarët kanë shkruar libra me këtë ajet, zatën edhe ky është ajeti kryesor i agjerimit. Nëse shohim këtë ajet, i shohim 3 elemente kryesore që theksohen më shumë. E para, Allahu Gjeleshanu ju drejtohet besimtarëve. Zatën, pa besu njeriu nuk mundet e t'i hyjë në agjerimit. Pa besu njeriu nuk mundet ta lë hunët veten ose të etur për ujë. Pa besim nuk bëhet kjo. Nuk i hin kësaj sakrifice, nuk i hin kësaj vepre, nuk i hin kësaj pune. Prandaj Allahu Gjeleshanu i është drejtuar besimtarëve. Nuk i është drejtuar të gjithë njerëzve. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë është urdhri që është dhënë. Pra, urdhri është dhënë agjerimi. Dhe kujt i është dhënë? Është dhënë agjerimi, po i është dhënë atyre që ishin para nesh, neve që jemi tash, po edhe ata që do të vinë deri në ditën e Kiametit. Pra nuk ndryshon ky urdhër. Nuk ka dallim, nuk ka reformim të këtij urdhri. Pra urdhri është i qartë që më dhon. Po e treta dhe shumë e rëndësishme që është elementi i tretë, që është shumë i rëndësishëm, është që rezultati që e ka treguar Allahu Gjeleshanu. E cili është rezultati? Është takvaja. Devotshmëria.